Një marrëveshje e konsideruar si historike dhe transformuese, është finalizuar në Riyadh me Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite, duke vendosur themelet për një epokë të re e bashkëpunimi strategjik në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Presidenti amerikan Donald Trump dhe princi saudit Mohammed bin Salman nënshkruan të martën një paket bashkëpunimi për $600 miliardë, ku vetëm komponenti ushtarak kap shifrën e $142 miliardë. Në njoftimin e Shtëpisë së Bardhë thuhet se kjo është marrëveshja më e madhe e shitjes së armëve në histori dhe një hap i madh për sigurinë e rajonit. Në fokus të bashkëpunimit janë përmirësimi i kapaciteteve të mbrojtjes ajrore, raketore dhe dretare të Arabisë Saudite, si dhe mbështetja teknologjike e forcave saudite me pajisje të sofistikuara luftarake. Marrëveshja përfshin një sër armatimesh të avancuara, përfshir avionët luftarak, sistemet raketore Patriot, sistemin THAAD për mbrojtje nga raketat balistike dhe dronët MQ-9 Guardian, një variant i sofistikuar i Reaper, i përshtatur për misione detare. Një element i veçantë i paketës është edhe avioni transportues C-130J Super Hercules, prodhim i Lockheed Martin, i cili është i dizajnuar për të operuar në kushte ekstreme si shkrettira dhe për të mbështetur operacionet logjistike. Megjithse detajet e plota të marrëveshjes nuk janë bërë publike, burime pranë Departamentit Amerikan të Mbrojtjes bëjnë të ditur se marrëveshja parashikon gjithashtu trajnime të avancuara për trupat saudite dhe mbështetje teknike afatgjat nga firmat më të mëdha të mbrojtjes amerikane si Lockheed Martin dhe Boeing. Sipas analistëve ndërkombëtar, kjo marrëveshje forcon pozicionin strategjik të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme dhe dërgon një mesazh të qartë për balancën e fuqisë në rajon.